Përshëndetje, unë jam Dorina Shamos, sipërmarrëse e Frontera Akademi, Frontera Qendra dhe Valmet Distribucion. Sot kemi të ftuar doktoresh Elda Xhafa, një mjeke e familjes tonë të madhe, Frontera. Mirë se erdhe, doktoresha. Faleminderit, kënaqësi dhe unë të jem pjesë e kësaj familje të madhe dhe të ndihem kaq ngrohtë në këtë ambient që më ka ofruar mundësi fantastike. Ne të dyja kemi një histori shumë të bukur, pavarësisht se gjatë rrugës kishte edhe një fund të hidhur për mua si motër dhe patjetër edhe për ty si mikesh. Ne të dyja njehemin si ju që punoni në mjekësi të urgjencës dhe ne që kishim një klinikë mjekësore në atë kohë, pa filluar akoma me qendrat Frontera. Dhe ju punoni me motrën time të ndjerë, që patjetër e keni dashur shumë edhe ajo ju. Jashtëzakonisht. Dhe patjetër urgjenca ka vështirësitë e veta dhe nuk e di rastet e vështira që ti ke gjetur atje. Si e ndjer ti në mjekësinë e urgjencës? Pikë së pari, thjesht do ndalohem vetëm në pjesën e faktit kur unë u njoha me Xhiren, motrën tuaj, njeri me zemër shumë të madhe. Edhe sot kur e përmend mbas kaq shumë vitesh prekem, kam një ndjesi boshllëku, më mbushte, edhe pse në diferencë moshe kishim pak diferencë, po duket si një mikesh, si një shoqe, si një motër tipike e një femre babaxhane. Dhe ajo të ka dashur jam shumë e fat që unë të paktën arrita ta njoh një njerëz të tillë. Dhe sigurisht ishte humbje e madhe. Njeriu në jetë do kaloj disfata, por do mësohemi të ecim dhe të vazhdojmë përpara. Sa i përket pjesës urgjencës, urgjenca, sidomos në lokalizimin ku ne jemi, në një qendër të vogël siç është Fushkruja, vështirësi pafund. Vetëm një rast do të cek që më ka prekur dhe aty isha në atë gjendjen që nuk kisha as guximin të thoja se si është situata. Më sjell një vajzë 26 vjeçare, e cila kishte bërë tentativë suicidale. Nga një zonë rurale, shumë e varfër, sigurisht dhe familja shumë e varfër, dhe në momentin që ma sollën, kuptova që ishte pa shenja jete. Dhe kur babai më thot, doktoresha do bëhet mirë, nuk kisha guximin të thoja që ajo ka ndruar jetë dhe është pa kthim. Ka vështirësi pafund. Ishte një pikë që nuk e di as nuk dua ta rikujtoj më. Por gjithsesi profesioni na bën që të ndjeshëm jemi patjetër, por përballë njerëzve që jemi, tregojmë pak më shumë një qëndrim më të hekurt. Por ama brenda vetes kemi tronditje. Mjekët janë të thyeshëm. Urgjenca është e vështirë dhe ka patjetër vështirësitë e veta dhe aq por në raste zgjodhëm si këtë profesion dhe ky është sfidë. Si ndryshojmë ne tek pjesa e urgjencës dhe vështirësitë e urgjencës tek vështirësitë që sjell sot estetika, mjekësia estetike? Mban ti mend një rast të vështirë të mjekësisë estetike? Çdo punë të përballë me vështirësi, të përballë me problematika pafund, por ama është një parim që duhet të ndiqet. Dhe e kam këshill për gjithë mjekët. Të jemi të sigurt, të veprojmë duke u menduar mirë, sepse shpeshherë neglizhencat dhe mbas edhe ajo ndjesia e asaj që unë jam me atë dhe ti t'i bëj, shpesh na bën të gabojmë. Do thënë, kjo është ajo që ruajtja e protokolleve praktikisht patjetër nuk lëviz ndaj përveç se nuk lëvizim ndaj protokolleve, po nuk i ngjan rasti rastit. Patjetër. Mjekësia asnjëherë 1+1 kujdesi dhe vigjilenca duhet jetë maksimale. Ka një rast të bukur të mjekësisë estetike që ti ke parë një ndryshim të madh edhe je lumturuar për këtë pjesë? Raste ka shumë. I vetmi rast ka qenë një vajzë që kishte një shenjë post-traumatike në pjesën e buzës, ku kishte edhe një humbje të indit dhe një lloj disniveli dhe një deformim, më mirë të themi, dhe punimi dhe mbushja me filler me acid hyaluronik i krijoi një asimetri aq të bukur dhe në momentin që ajo ngriti pasqyrën dhe pa veten, gëzimi dhe ajo pjesa një lloj habie, do kresha wow, më ti kupton,
ajo ishte e bukur në brëndësi, nuk kupton të jesh, por ama një lloj defekti që ti ke dhe kur ti arrin ta riparosh dhe ti japësh një lloj kënaqësie klientit që të paraqitet realisht domethënë dhe për veten dhe duken duart e mia e bën këtë. Dhe ka kënaqësi dhe është realisht satisfaksioni profesioni. Është realisht kënaqësi. Si të duket sot mjekësia estetike? Ka patjetër procedurat që dalin në mënyrë të vazhdueshme, evoluon çdo ditë. Në vitet e fundit praktikisht janë futur teknologji të reja dhe vazhdimisht, normalisht ndryshon me muaj, me ditë. Mendon ti që ka procedura që njerëzit i bëjnë ose vajzat ose edhe meshkujt, pa dashur të klasifikojmë femra apo meshkuj, i bëjnë këto procedura kur nuk ju nevojiten apo gjithmonë është ajo tendenca që ne duam bëjmë diçka estetike, s'kemi nevojë, thjesht duam ta bëjmë. Mjekësia estetike evolon edhe më di si më duket si ajo treni që ecë me një lloj shpejtësie që duhet të rendësh, ta kapësh. Pjesa më e madhe më duket si një trend. Dhe unë them që ky trend duhet të bi pak. Patjetër, nëse shikojmë në pasqyrë do shohim imperfeksione pafund. Patjetër, çdo njeri nga ne ka. Dhe njeriu për të bërë të ndihet mirë me veten, sigurisht që duhet të mbajë lëkurën, të ngadalsoj pak procesin e plakjes, po themi. Pastaj kur fillojmë në pjesën e overfilling, egzagerimeve, në mos më keq akoma, në format e disa lloj çrregullimeve që njihen dhe në mjekësi, në çrregullimet psikologjike. Ka pacient që i bën përgjendje emocionale këto. Dhe kjo pastaj kalon një gjë shqetësuese, se ti gjithmonë do gjesh diçka për të bërë. Bën, ribën, kjo është pastaj too much. Si e dalloni ju, doktoresha, një pacient që vjen sepse vërtet ka nevojë apo një pacient që vjen vetëm për të mbushur atë kohën apo atë ndjesinë emocionale që patjetër duhet bëj diçka sepse sot është një trend, sepse sot mjekësia estetike është kulturë apo është dëshirë për të mirëmbajtur veten e tyre? Fakti është e thjeshtë që në momentin e një anamneze, sepse kur do vjen pacienti fillohet ekzaminimi bazë me një anamnezë, duke parë çfarë ti e gjykon të nevojshme tek individi dhe sikundër shprehjen e pakënaqësive që individi ka ndaj vetes. Në momentin që vjen dikush që e ka nevojë, thotë doktoresha, unë kam këto njollat, shiko, po më bezdisin se me vite unë shikoj që është zmadhuar, dhe tentoj të paktën thotë as stopoj se po e shikoj që po merr një përmas. Dhe flas për një patologji të caktuar që normalisht secili nga ne do ta. Ose një cirkatrice që ka një shenjë, një gjë dhe thotë doktoresha, kam këtë shenjën dhe dua që ta riparoj sepse është e dukshme dhe më bezdis. Po, deri këtu flasim për patologji. Dhe këto patologji patjetër, imperfeksione që mund të rregullohen dhe patjetër. Kjo është dhe mjekësia estetike që ne kemi parë. Pastaj vihet dhe fillohet. Por dëshira për të ndryshuar gjëra që mbasen nga ana natyrale ne kemi shumë bukura. Pacienti 2. Dhe fillon, doktoresha, shikoj pak të mbetullën, këtë hundën e kam bërë në plastik, po shiko ta bëja pak me filler, ta ngrija pak këtu. Po dhe këtë syrin e doja pak më me bisht, shiko kjo bluza, këtë kubitin, doja ta kisha pak më... Okej, që këtu ti kupton që stop, se këtu ka një gjë që nuk shkon. Ka një moment që ju keni thënë jo, kjo procedurë nuk dua të bëhet, ose nuk i përshkon këtij pacienti. Dhe i keni thënë një pacienti që shiko, me gjithë dashurinë për shërbimin që ne duam t'ju ofrojmë, por kjo procedurë nuk ofrohet për ju. Ka disa, po ndaloj vetëm tek një, tendenca e moshave shumë të reja, vajzave 18 vjeçare në një kulm të prodhimit të kolagjenit, në një shkëlqim rinor, që realisht është të thuash, të lutem, më vjen keq, por nëse do të të prek, do të të prish. Është vërtet. Sepse, siç po e thoja, pjesa e trendit, ndikimi i rrjeteve sociale, duhet të ketë një lloj ndarjeje dhe pjesa e informacionit duhet të përpunohet pak më shumë nga audienca. Patjetër, sepse kjo është bota dhe këtë duhet të pyesjes që si ndikon Instagrami sot në botën e mjekësisë estetike, sepse duket sikur janë disa trende që vijnë pikërisht nga Instagrami, modele
që i marrim të gatshëm dhe duam të implementojmë patjetër këto në fytyrën, pavarësisht moshës, pavarësisht për mua dhe ADN-ja është e rëndësishme, mënyra rritjes, formimit, gjithë mënyra se si ne kemi jetesën, sportet që ndjekim, ushqimet që marrim, gjithçka është e rëndësishme. Po pavarësisht ne duam disa modele Instagrami. Është trend i frikshëm në fakt. Ka një tendencë të imitojnë në mënyrë identike. Dhe kjo është ajo që pastaj ti thua, prit, ti je një individ unik në këtë botë, kështu që ti duhet krijosh një gjë tënde. Patjetër ti merr një spunto, ti merr një stimul dhe do që ta adaptosh një gjë të mirë që të duket nga dikush. Dhe kjo është një gjë për mua është okay. Por ama ti duhet kesh diçka autentike tënde dhe të thuash, kjo gjë është e imja dhe unë do e bart gjatë gjithë rrugtimit tim. Patjetër, që do jemi unifikuar për atë që... Por ama në pjesën e moshave të reja, thjesht merret një shablon. Për të imituar identik. Statik dhe të imitohet në mënyrë identike. Sa gjendemi ne tek meshkujt? Më herët ka qenë një tabu, ose nuk mund të them një mungesë dëshire, por një tabu për meshkujt. Si jemi sot ne në ndarje meshkuj-femra në mjekësinë estetike? Vazhdojnë bizotrojnë femrat, pa diskutim, por që dhe meshkujt për gjë e bukur. Nuk duhet të diferencohen gjinit sa i përket pjesës së mirëmbajtjes, pjesës së kujdesit ndaj vetes. Ka meshkuj që marrin shërbime tek ju? Ka, por në përgjithësi më shumë janë duke llogaritur pjesën e rënjes së flokëve, që është një alopeci androgjenike. Tek meshkujt ndodh rëndom pas të 35-tave dhe 40-tave, dhe të gjithë kanë atë tendencën që të vinë të bëjnë trajtime për pjesën e mirëmbajtjes së flokut, sepse shikojnë që ka një rënje dhe humbje masive. Dhe kjo është gjë shumë e mirë. Fronterën e njeh është shtëpia jote praktikisht. Dua vetëm nëse do ishte në pronësinë tënde Frontera, çfarë do ndryshoje? Çfarë do bëje më mirë? Çfarë do shtoje? Çfarë do ndryshoje në të gjithë konceptet e Fronterës? Shiko, një person si ju nuk lë shumë vend për të rregulluar. Dhe shpeshherë ta kam thënë, po duhet ta them dhe publikisht, je frikshme në ato që bën. Dhe të gjithë kongreset që ti ke ndjekur jashtë, ka gjëra që sot i mungojnë Fronterës? Në mënyrë absolute, në të gjithë kryeqytetet e Europës që ne kemi qenë, sigurisht dhe mundësia është ofruar nga ju, kam thënë jam e fat, sepse nuk mungon asgjë. Nuk mungon asgjë. Dhe më lër të cek vetëm diçka. Është shumë interesante. Në Firenze, para 2 vitesh, në mos gaboj, në Akademinë e Dekës, ishim të gjithë shtetet europiane, unë bashkë me kolegen time, dhe ndërkohë mentorët që ishin atje pyesnin për secilin prej nesh kënga pajisjet zotronin. Dhe profesor Bonano retaqin 2 shqiptaret. Vaskju 2 shqiptaret. Ondën 2 shqiptaret. Patjetër në një tek tuk ishte edhe në një dorë tjetër. Po, fillonin ngrihenin sërish në 2 shqiptaret. Edhe ai ngriti kokën dhe pa, okay, këto janë doktoreshat e mia, tha. Do të thënë praktikisht në klinikën që ndodhej në Firenze, në qendrën më të madhe të studimeve kërkimore shkencore sa i përket aparaturave të lazera biomjekësor, ishin praktikisht në qendrën tonë. Nëse ne do të vinim të zgjidhje urgjencën apo estetikën? Këtu e kam vështirë ta ndaj. Janë të dy. E di që thuhet dy kunguj në sjetull së mbahen, po edhe mbahen. Ka një procedurë që ti nuk do ta referoje kurrë? Sa i përket estetike? Jo, absolutisht jo. Domethënë teknika që ne përdorim ose praktikisht po flas vetëm për ato që unë zbatoj këtu në klinik, pa diskutim që të gjitha janë procedura, përveç se të aprovuara nga FDA-ja. Produktet janë brende on top, dhe përveç kësaj nuk janë thjesht brende që i është bërë një marketing. Unë jam informuar, jam paraqitur personalisht në ato fabrikat gjigande në Europë dhe laboratoret
ku prodhohen dhe kam parë me sytë e mi, madje kam bërë dhe fillerin tim personal në Vjenë, dhe kështu që absolutisht pa diskutim që i sugjeroj, sepse për mua kanë qenë të prekshme benefitet, siguria mbi të gjitha, që do të thotë që unë në momentin që aplikoj, e di që ai produkt është i sigurt. Sepse sot ka akoma, nuk e di si gjendjen e përditshmërinë e pacientëve, mendoj që është akoma tabu mjekësia estetike për një pjesë, një kategori të pacientëve, apo tashmë kanë marrë dije, kanë marrë të gjithë informacionin që i duhet për tu përshtatur dhe për të përqafuar teknologjitë. Sepse më herët ka qenë nëse flite për epilimi bën kancer, nuk duhet të bëhet. Normalisht tani është bërë një gjë e rëndomë që çdo njeri e proceson mashkull femër, nuk është më një tabu. Për teknologjitë e tjera, mendon që akoma diku është tabu apo është? Jo, shiko, informacionet janë fare të kollajshme, të gjehen vetëm me një googëllim, ti merr informacion mjaftueshëm për ta gjykuar nëse një procedurë është e duhur ose jo. Patjetër dikur mbas edhe kjo qasja si një diçka e re, është lazer, është reza, kaq mjaftonte për të bërë dramatike. Për të bërë atë pjesën e zhurmës, sa i përket lazerave. Në momentin që njerëzit fillojnë dhe edukohen, pastaj fillon në shkushërira që e ka bërë me një rezultat fantastik, pa efekte anësore, dhe kështu fillon ajo legjenda e gojdhënës. Sa interesohet pacienti për injeksionet, për të parë tipin e injeksionit, skadencën e injeksionit, për të parë qoftë edhe brendit, apo thjesht dua një filler dhe kaq? Ka pacient që janë aq mirëbesues, po themi të doktoresha, ta lë ty në dorë dhe bëj çfarë të duash. Dhe në momentin kur ti fillon ja shpjegon, unë e di shumë mirë që ti e di shumë mirë, të s'do bësh asgjë të keqe. Absolutisht, por është detyra ime si mjeke që të them çfarë është, për çfarë përdoret, pse është. Ajo ka një fletë përshkruese, ja u jap gjithmonë në vete, mos përtoni, them, lexojeni edhe një herë. Dhe një herë në shtëpi. Domethënë, por ka pastaj të tjerë që janë pak skrupulos, po themi. Ta shikoj pak patjetër, sepse që në momentin, edhe në format e dizenjimit të ambienteve, ke pasqyra që ai mund të të vëzhgojë në çdo pikë. Të kontrolloj mënyrën dhe si punon. Minimalisht që nga pjesa higjienike dhe protokollet bazë të sterilizimit, po themi, deri pastaj në pikën përfundimtare të injektimit. Sa e vështirë është tek ty si mami që kemi një fëmijë, është një çum, dhe presim dhe një çum tjetër, që praktikisht rrugton me fronterën ky i dyti? Di si them shpesh, ky në kokën e vet do thotë kjo mami më është e çmendur. Është vërtet dy të vrapon. 16 orë punë çdo ditë. Shiko, flitet për këtë pritjen e ëmbël. Absolutisht nuk do thoya që është mrekulli dhe është një kënaqësi e pafundme të dëgjuar çdo nënë, çdo gruaje ta përjetonte të paktën një herë vetëm në jetë. Por ama nga ana mjekësore dhe nga ajo pjesa që jam pa kritike në atë, është tamam një lloj sfide fiziologjike që nëna duhet të kalojë në një sër procesesh të ndryshimeve, të transformimeve rrënjësore, domethënë si nga ana fizike, si nga ana emocionale. Por gjithmonë e them dhe i them gjitha nënave, e para s'duhet konsiderohet patologji, shazania nuk është patologji, aktivitetin ti duhet ta vazhdosh siç e ke vazhduar gjithmonë, sigurisht nëna. Praktikisht është gati për të lindur tek ne ky bebi. Po, dhe ne vazhdojmë akoma përdorim biçikletën për të ardhur në punë. Prandaj dhe trupi është mbajtur në atë, që s'ka pasur nevojë dhe për fronterën në këtë rast. Por që thash edhe një herë, domethënë ne ndjehemi që të dy shumë mirë, që jemi pjesë e fronterës, është për mua është një relaks sa herë. Domethënë shkel këmbën, është relaks. Doktoresha, unë të falenderoj shumë që bëm pjesë të Frontera familje e madhe tashmë, me shumë pikat që ne po hapim. Dhe të falenderoj që edhe pjesë e jetës time, sepse jashtë mureve të Fronterës ne jemi dhe mikesha. Edhe për mua realisht është kënaqësi. Dhe thash, në jetë shoqë që na jepën mundësitë të njohim njerëz që janë të rrallë dhe jo të gjithë kanë fatin që të kenë një lloj kryqëzimi në rrugët e jetës.
dhe realisht ndjehem jashtëzakonisht krenare që ju njoh. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen.